edhe rrezikun që ka pas për jetë Sulejman Selimi, po. Tu ka dash më mbrojtje për fjalën. Po, Sulejman Selimi ka pas rrezik edhe jetën e vet. E kur e ke marrë vesh tot? Po para një javë. Familja Bardhyla jetet jeton pa djalë. Se komo. Familja Bekim Kastratit edhe fqikat e Bekim Kastratit janë rrit pa babë, edhe pa nonë. Unë jam. E vllavi i Besim Dajakut edhe vllaznia janë rrit domethënë pa vëlla. E tash, nas pas kum drejt me kërku ata që na kanë vro, e ata pas kanë drejt, ju pas ke drejt me na shoqi për kërkojmë. S'ka kuptim kjo. Keni drejtën e botës. Po me që kem drejtën me drejt po vlos. Vërtetovat, po thamë tani mas nej. Po ata që i kanë bë vrosit notën nuk e kanë bë për më vërtetu. Po i kanë bë për më shef. Qëre, vetëm vrosit që nuk zbulojnë janë notën. Këta i kanë bë vrosit notën për mos më vërtetu. Kur? Për mos me pas kush i vërteton. E unë kam punu për më vërtetu. Me pas bo ata ditën i këshin po dyja, po i kanë bonote për mos më vërtetu kur. Ndërsa ju, do më thonë gazetarët, do të me ullumtu, se ju thani, jo këto se ka bo, jo se ka bo. Ullumtani ka pak, ullumtani, se ato nuk i ka vrore aja. Qatë ditë që të qënë, a më në me shu ju ata pivore? Yes. Kur ti qëni pivore, ju qëni ata që në dek, kur mos merë në une. E dhe që e sa dish, kur e shka isha, rritë me ta, pse me lyp të kanë tjo? Njerit të lypin ato që so. Dhe une, që për lypi? Unë për lypi ata që si kam, ata që mu kam vra, që të kërë si me ju imë. E kam drejtën e Zotit. Me lyp, drejtën e Zotit, drejtën e ligjit, drejtën e kanunit, tona drejta. Unë e kom taku Sulejman Selimi për një 5 dite. Edhe kom dho syl, e në konë argat tu. Edhe ki për detyrë. E ke pas për detyrë. Që 25 vjetë, me spjegu që ka ndodhë me 18 dhe 19 dhe 2000. E ki pos për detyrë, e ki për detyrë se e në ka argat ti. A për të në dhaj që ka thonë, ma vërë ko më mërvesh. Ka premtu dhe shka? Po më ka kaltu. Dhe më thonë shumë, se nuk i ka thonë të i tash i ka thonë. Po, Syle e ka për detyrë me i thonë vetë. Me dojnë një televizion, me shliru vetën, sepse na kanë tratu, na kanë prejnë besë. Mua dhe Sulejman Selimin. Sepse na kena pas muzatet me Sulejman Selimin në ora 8 të Shanegitit. Po vlasëm në qatë relacion, ku e në atë tonë. E ka për detyrë të Zotit, të kanunit, të ligjit, të nderit, të shqiptaris, Sulejman Selimi e ka për detyrë me spjegu këtë ratë. Edhe me për spjegu të vërtetin sepse ka orë dhe me më ponë bënë stel, pa kur ka orë me më ponë bënë stel, u konë Syla, u konë Ilas Dërguti, Fadil Kodra, dhe edhe një general tjetër për i kom pritë, më kanë thonë besën e Zotit e ki që kena me gjithë, a vëta dhe mos u morë kurbat mund. Po Syla, kur e kom taku para një javdite, më ka spjegu edhe situatat që i ka pas aj, se ka pas shumë situatat rona, edhe rrezikun që ka pas për jetë, Sulejman Selimi, po. Tu ka dash më mbrojtje për fjalën. Po, Sulejman Selimi ka pas rrezik edhe jetën e vet. E kur e ke marrë vesh tot? Po para një javë. Se edhe për Sulejman Selimin. Po po ta shpjegoj çfarë ka thonë Sulejman Selimi. S'keni po ta shpjegoj çfarë ka thonë Sulejman Selimi. Prandaj nuk është kjo çfarë po thonë në rreth, kjo është vërtet. Jo, nuk unë e di po flas vërtetën. Unë nuk kjo që na taku me Sulejman Selimin që një vjet para një javë. Tamam. Ne na në grand story na taku. Ne nuk jam taku vetën. Unë kono 2 tjerë.